Marijuana është njëra nga drogat më të konsumuara në Kosovë. Në muajt e fundit në rrethin e Prizrenit, inteligjenca e policisë kishte pranuar informacione për një rrjet të rrezikshëm të shitjes së drogës, të cilët sillnin drogë nga Shqipëria duke përdorur rrugën e Gjakovës. Rruga e Gjakovës njihet si njëra nga rrugët e qarkullimit të drogës nga zonat e thella të Shqipërisë. Një grup hetimor i përbër nga njësitet e antidrogës dhe prokuroria e Prizrenit kanë pranuar informacione për funksionimin e këtij rrjeti. Të dhënat inteligjente tregonin se droga vinte nga Shqipëria, bahej në zonën e Gjakovës e më pas shpërndahej në zonat e tjera të Kosovës. I koduar me emrin Titan, operacioni synon të gjurmëj shpërndarësit e drogës dhe identifikimin e zonës ku ajo ishte e deponuar. Për disa javë hetuesit e antidrogës u vendosën në zonat e caktuar për të gjurmuar grupin. Ata sigurojnë të dhëna se një sasi droge kishte nisur të lëvizte dhe planifikohej të shitej. Me një urgjencë, hetuesit dhe prokurorët e rastit mblidhen për të diskutuar planin për arrestimet. Kryeprokurori domosdoshmë informojmë se lidhur me rastin e koduar Titani, domosdoshmë mosat e veçanta e timore domosdoshmë zbatuar me sukses. Kemi arritur që me sekuestru një substancë narkotike rreth 1 kg. Jena në vazhdim të hetimeve në këtë rast edhe në zbatim të masa të fshehta. Po besojmë domosdoshmë sipas hetimeve që mujmë me arrit me sekuestru edhe një sasi të substanca narkotike rreth 10 kg. Edhe besojmë që do të arrestohen personi dyshuar ose persone të tjerë që mund të rezultojnë gjatë aksionit në këtë rast. Deri në këtë pjesë, a ka pas sa dyshuar apo e kemi vetëm për ato që kemi hapur? Deri në këtë moment e kemi vetëm një person dyshuar, mirë po nuk përjashtohet mundësia që të involvohen edhe persone të tjerë dyshuar gjatë hetimeve. Mirë, paraprakisht ishim keni njoftuar lidhur me aplikimin e masave të veçanta shtesë. I kam punuar gjitha masat të fshehta, faktikisht urdhnesat i keni të gatshme. Edhe besoj që jemi të gatshëm edhe për teren, kështu që është me rëndësi që ju i keni gjitha autorizimet e mia në teren, kështu që vazhdoni edhe në pjesën operative, ju të gjerë e udhëheqni rastin, për shkak se ne jemi të angazhuar në raste tjera, kështu që vazhdoni në teren edhe le të përmbushën gjitha pjesë që kanë të bëjnë me rastin në mënyrë që të rezultojë me sukses. Prova nga hetimet kanë bindur prokurorin të autorizojë kontrollet dhe arrestimet të anëtarëve të rrjetit të drogës. Lufta ndaj drogës është me rrezikshmëri të lartë dhe hetuesit dakordohen që në operacion të përfshihet edhe njësia elitare e policisë e njohur si FIT. Ekipi special hetimor dhe njësitë elitare të policisë ka nisur zhvillimin e operacionit kundër rrjetit të trafikut të drogës.